Kreu i Partisë Mundësia Agron Shehaj shuan zërat se ai do të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme lokale për Bashkinë e Tiranës. Në një intervistë të fundit, Shehaj u pyet mbi mundësinë e përfshirjes së tij në garën për kryetar bashkie, por e përjashtoi kategorikisht këtë opsion. Në analizën e tij, Agron Shehaj vë theksin të nevoja për bashkëpunim mes të gjitha forcave opozitare dhe mbështetjen e një kandidature të përbashkët jo politike, me qëllim maksimalizimin e shanseve për të fituar Bashkinë e Tiranës. Ai e konsideron këtë si alternativën e vetme reale për një përmbysje të balancave aktuale në kryeqytet. Jo, nuk kam ndërmend të kandidoj. Mendoj se mundësitë që opozita të mund kandidatin e Partisë Socialiste janë shumë të vogla, sidomos në kushtet që jemi, ku thjesht shohim rezultatet e zgjedhjeve të Tiranës. Ekziston një mundësi për këtë, dhe mundësia është nëse ne do vendosim të gjithë bashkë të kandidojmë dhe mbështesim një kandidat jo politik, të gjejmë një kandidat antar të asnjë partie politike, por një kandidat teknik që gëzon respektin e shoqërisë shqiptare, deklaron Shehaj, duke i bërë në këtë mënyrë ftesë indirekte opozitës të bashkohen për të fituar të paktën Bashkinë e Tiranës. Megjithatë, gjasat janë të pakta që kjo të ndodhë, pasi përveç se politik, këtu kandidatët teknik as që konsiderohen fare. Për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Agron Shehaj nuk pranoi të bashkohej me asnjë parti. Nuk dihet pse ka ndryshuar mendim. Megjithatë, duke parë fuqinë elektorale të Partisë Socialiste, kjo mbetet realisht alternativa e vetme.